Kandidati për deputet nga Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës, Erxhan Galushi, po pretendon se këtu të shkolla Mati Logoreci në Prizren, Partia Rome e Bashkuar e Kosovës në krye me Albert Kinollin po ushtrojnë presion për ndikim në vot ndaj komunitetit rom. Megjithatë, Kinolli për kallëzë.com i ka mohuar këto akuza, duke thënë se as ai, as pjesëtar të familjes së tij, madje as të partisë nuk kanë ndikuar te komuniteti rom për të marrë votën e tyre. Përveç se ka pas parregullsi në shkolla Mati Logoreci në Prizren nga domethënë partia kundërshtare për EBK, ka kandidat të kësaj partije, ka pas po ashtu edhe parregullsi në lagjen më të vjetër rome në Terzimal, ku shihen disa foto të disa kandidatëve për deputet të cilët po ndikojnë në vot ndaj qytetarëve të asaj lagje, banorëve të asaj lagje, dhe fotot janë siguruar nga po ashtu banorët e lagjes të cilët po ndihen të shqetësuar, domethënë nga pranishmëria e tyre në lagje, të cilët vazhdimisht domethënë po i ndalin banorët dhe po ju drejton domethënë votën se ku duhet kënd duhet me votu. Po bën presion ndaj tyre. Dhe në momentin që unë shkova për në shtëpi, pa ta kaluar domethënë rrugës ka shkolla Mati Logoreci, sepse është rruga të çon në drejtim, dhe pash një kandidat tjetër të tyre që është në listën, domethënë Driton Avizallari, i cili po ashtu domethënë kishte njerëz në veturë i cilit i dërgoi ke për me votu. Besoj që duhet edhe BZAP-i me reagu, po domethënë duhet me marrë disa dënime të cilat janë të parashikuesme sipas ligjit për zgjedhje të përgjithshme, edhe rregulloren e domethënë të përzgjedhje si dhe rregulloren e BZAP-it, e cilet është e parapame për këto dënime. Po besoj që kjo do të mirret parasysh dhe nuk do të ndodhin këto, nuk do të mirren parasysh këto ndikime të votave të tyre. A keni dërguar ose në polici ose në PZAP? Jo, ende nuk e kam dërguar, po vetëm jam të e përgatitur me e dërguar landën në BZAP, me të gjitha argumentet e cilat i kam vetëm të domethënë në telefon. Për ankesën të cilën e ka ushtruar ndaj subjektit politik, të cilin e përfaqësoj unë dhe udhëheqi unë Partia Rome e Bashkuar e Kosovës, e cila për 8 mandate ka qenë pjesë e legislativit Kosovës. Kjo është fotografia në fjalë për cilën ky zotëri ka ushtruar ankesë, dhe siç mund të shihet nga kjo foto, në këtë automjet nuk ekziston asnjë individ. Kjo është shpifje e kulluar. Kush është në fotografi? Në foto është ky person Driton Avizallari, siç po shihet, në automjet nuk ekziston asnjë person. Driton Avizallari është kandidat prej partisë së ju. Po, mirë, po përshini foto nuk ka asnjë njeri. Edhe nëse unë shkoj me familjen time me votu, edhe e pres dikon prej antarët familjes, është e drejtë e nëse unë nuk shkoj me bashkëshortën me votu, kush ka me shku me bashkëshortën time? Ky veç ka dashur me shfrytëzu rastin, me përfitu prej rastit, rasti ishte ka pa aty edhe ka dashur me shfrytëzu rastin për me bë ankesë.